Tani për të ardhur shpejt pak tek teatri kombëtar i operës dhe i baletit, cilat janë po themi shfaqjet që kanë shkëlqyer me performancat e tyre gjatë po themi këtij viti të parë kur ti je në krye të këtij institucioni nga marsi e deri tani në fund janarit, dhe çfarë kalendari ka për vitin 2026? Në fakt do të flas pak për shfaqjet të cilat janë vendosur dhe për aspekte të tjera deri në këto momente që flasim, ku janë angazhuar të gjitha trupat e teatrit kombëtar të operës dhe baletit dhe ansamblit popullor. Vetëm këtë muaj kemi pas angazhuar orkestrën simfonike me një violoncelist i cili ishte fitues i konkursit, një nga konkurseve më prestigjioze në botë për sa i përket instrumentave, dhe në atë vit që ka fituar ka qenë i dedikuar instrumentit të violoncelit, Victor Laferrière, i cili francez, i cili interpretoi koncertin e Dvorak për violoncel dhe orkestrën simfonike të Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit. Ishte një koncert i cili hapi çeli siparin e sezonit koncertor simfonik të Orkestrës Simfonike të Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit dhe Ansamblit Popullor. Dhe në datën 10 janar salla ishte të imbushur me ardashës të cilët me të vërtet e vlerësuan maksimalisht interpretimin e tij. Ashtu si trupat e tjerë baleti dhe solistët lirik në një mbrëmje koncertore ku përfshihen gjithë kompozitorët me arje dhe me balete, me numra baleti, deri tek ansambli popullor me spektaklin, shfaqjen Kuka si Tirana, ku ishin të ftuar dhe këngëtar nga jashtë si Irma Libohova, Armando Kogjeri e të tjerë, jo vetëm, por ata të cilët i dedikojnë këngës tiranse, valleve dhe muzikës popullore qytetare. Dhe së fundmi, një nga kryeveprat e Rossinit, e cila është Petit Messe Solenele, pak ditë më parë, me 4 solistë, me 2 koret, një bashkëpunim me korin e Filharmonisë Kosovës dhe me korin e Teatrit Kombëtar të Operës së Baletit, Orkestrën Simfonike dhe dirigent Facundo Agudin. Më parë, sepse e nisëm vitin me këto aktivitete, disa shfaqje kanë me të vërtet spikatur, duke marrë parasysh atë tani nuk mund t'i mbaj mend gjitha, por të them kryesoret, të cilat kanë qenë nisja vitit kaluar me koncertin numër 3 të Rachmaninovit me pianistin Giovanni Bertolazzi, ku kjo shfaqje e gjitha ishte tërësisht sold out për një rikthim të një vepre muzikore nga më të vështira të repertorit pianistik. Bëhet fjalë për koncertin e Rachmaninov për treshin për piano dhe orkestër. Është vepra e tmerrshme e pianos. Është një vepër shumë komplekse e pianos. Dhe i cili u rikthye me koncertin e Tchaikovskit për piano, më pas ka pasur për sa i përket aspektit operistik, nga operat të cilat do të veçoja kanë qenë opera Aida e Zeffirellit. Aida e kujt? Jo, e Zeffirellit si regjisor. Dhe po ashtu Trovatore, Giuseppe Verdit, Traviata. Më duket tek Traviata ka performuar edhe tenori ynë i madh, besoj. Josip Gjipali, apo? Jo, nuk ishte Traviata. Opera Trovatore. Tek Trovatore. Bashkë me mezzo-sopranon e Geleda Shkoza, e gjithë trupën me Eva Golemi, sopranon e Teatrit Kombëtar të Operës së Baletit, me mezzo-sopranon Ivana Hoxha, Armand Likaj, dirigjentet e tjerë, se po t'i përmend të gjithë. Do të një nga kryeveprat të tjera ishte ka pasur një kalendar shumë të plot. Ishte arthyesi i cili pati një vëmendje të veçantë nga ardashësit, publiku, të cilët mbushën sallat për mëse 7 net plus një provë gjenerale e hapur dhe një konferencë dedikuar
Ka pasur koncerte të muzikës së dhomës, duke angazhuar të rinjt e Universitetit të Arteve kanë qenë pjesë e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit me performancat e tyre. Tani për ta mbyllur avash, duket sikur Teatri i Operës dhe i Baletit ka marrë më shumë jehon në publikun shqiptar. Vitin e fundit, nuk e di, besoj prirja do të vijoj edhe gjatë vitit 2026. Duket sikur shfaqjet ndigjen më shumë, rezonon më shumë edhe me një farë ndjeshmërie estetike të publikut shqiptar të kryeqytetit. Cili mendon se është roli yt apo vizioni yt në këtë gjë kaq të mirë që po ndodh? Për vitin 2026 po themi konkretisht, po. Nuk mund të testoj unë personalisht në kuptimin se sa kjo gjë vjen te publiku. E rëndësishme është kur sheh sallën që është e mbushur dhe her pas here të gjithë së bashku ne investojmë për të sjell vepra cilësore dhe duke u angazhuar që çdo herë të ketë përmirësime në çdo prurje, në çdo aspekt, qoftë aspekteve teknike deri tek ato të mundësive të cilat duhet i gjejmë apo duhet mbështetemi apo duhet japim një mesazh apo duhet sjellim një vizion të ri për sa i përket qoftë elementeve të rinj të cilët janë ato, çfarë tham, talentet e reja, ku vetë personalisht si pedagog dhe mbështetës i talentet e reja mundohem aq sa lejojnë kushtet dhe kërkesat të gjejmë gjithmonë hapësira për të mbështetur të rinjt, duke angazhuar në orkestër, duke dhënë një mesazh, duke dhënë edhe një lloj besimi se çdo gjë me durimin do të vi, duke u angazhuar, duke marrë edhe eksperiencën me gjithë profesionistët të cilët kanë vite që japin kontribut në artin shqiptar në sektor të ndryshëm. E drejtë, shumë mirë, shumë mirë. Aulon, përpara se të ikim, çfarë do t'i këshilloje të gjithëve atyre që vinë për herë të parë? Çfarë duhet kenë parasysh me veshjen, me sjelljen? Fikin telefonat, mos bëjnë muhabet. Se edhe ndodhin situata që mund të shqetësojnë gjithë sallën. Nuk ndodh vetëm tek ne, unë kam qenë shumë teatro të botës. Normalisht që duhet jemi të kujdesshëm sepse duhet të dimë në radh parë ku po shkojmë e çfarë do të dëgjojmë. Pra, në kuptimin edukimi nëpërmjet një informacioni të cilin ne mund ta marrim drejt për së drejti në teatrin e operës dhe baletit, po jo vetëm, gjitha teatrët ku shkojmë, teatrin kombëtar e të tjerë, për çfarë bëhet fjalë, dhe një interesimi apo një edukimi personal, qoftë edhe me një kërkim në rrjetet sociale apo në Google për të informuar mbi veprën, mbi çfarë bëhet fjalë, duke marrë parasysh që kemi të bëjmë me një teatr ku çdo gjë që ndodh aty është drejt për së drejti live dhe muzika klasike ose muzika e performuar nga instrumenta që përbën një orkestër kërkon një përkushtim dhe një dëgjim të stërvitur. Jo vetëm të stërvitur, por të gatshëm të shkoj deri në fund për ta shijuar, për ta të jenë disponibël për pavarësisht përqendrimit i cili jo çdo herë është në maksimumin e vet, por ka ndodhur që njerëzit të cilët vinë për herë të parë në teatr të operës ose dëgjojnë vepra monumentale orkestrale marrin ndjesi shumë të veçantë, të cilët e shprehin që ndoshta nuk kanë qenë, por nuk e prisnim që të kishin këtë feedback të emocion, këtë rikthim të emocioneve pavarësisht mos njohjes veprave muzikore. Nga ana tjetër ka ata të cilët janë njohës të mirë dhe kritik, të cilët çdo herë ndihmojnë me opinionet e tyre apo me këshillat apo me atë çfarë ata e shohin ndryshe nga qoftë nga vizioni, por qoftë edhe nga krahasimet me instrumentistë të tjerë, orkestra, dirigent, shumë regjisorë të tjerë.
Ne të falenderojmë shumë që ishe pjesë e Kinotekës. Ishte shumë kënaqësi. Dhe falenderojmë që more nga koha jote e lirë, edhe pse këtë duhet ta shijosh për veten, po zgjodhe ti përgjigjesh edhe në këtë rast sërish opinionit publik dhe atyre që ndjekin hap pas hapi. Biletën e Cineplexit e kemi këtu, gati, por përpara kësaj kishim biletën e teatrit kombëtar të Opozitës. Patjetër. Por kemi ftesën tënde ama. Është kënaqësi që në kuptimin dhe në rastin konkret përshëndetet dhe mbështetet nga ente apo institucione të cilat qoftë shtetërore apo private, të cilat në fundit i bashkojnë njerëzit për të parë në rastin konkret filma apo spektakle të cilat kanë të bëjnë me edukimin në tërësi. Edhe kështu është pikërisht Aulon, nuk e di si e ke marrëdhënien me filmat, por kur përmendë Ice White Shot të Stanley Kubrick, mendoj që e ke të mirë. Ja, normalisht unë kam shkruar edhe muzikë filmi, kështu që muzika e fundit që pas ke shumë të mirë, ka qenë një film dramatik me aktorin Blerim Destani për një histori të një emigranti i cila u shfaq për të parë në Gjermani, në Frankfurt, ku kam qenë prezent. Kështu që dhe do të doja të vazhdoja të shkruaja për muzikën e filmit. Je fiks për të shkuar në Cineplex, për të parë një film që do dëshirosh ti dhe pikërisht për këtë arsye ne kemi dëshirë që të dhurojmë një bilet dyshe. Cineplex është pa datë, mund të shkosh kur të duash, pra kurdo që të jetë filmi. Shumë faleminderit. Filmi që ty të pëlqen të shohësh. Do të jetë momenti vetëm ku mund të shkëputesh pak. Në QTU në Teg ose në QTU në Teg. Tmerrshme. Ose në Teg ose në QTU. Në Cineplex në Teg ose në Cineplex në QTU. Dhe mund të shkosh edhe të ndjekësh filmin tënd të preferuar. Me shumë kënaqësi ta gëzosh. Faleminderit. Dhe meqense jemi në Cineplex, mos harroni që filmat e rinj vazhdojnë, duke nisur nga nesër, nga 29 janar, shkoni në biletarinë e Cineplex në QTU ose në Teg, blini biletën tuaj dhe zini ulsen për të parë një tjetër film horror. Filmat horror po bëjnë namin, Send Help, një film i Sam Raimi, film i regjisorit që ka bërë Spider-Manin, Evil Dead e të tjerë. Është një thriller psikologjik me humor të errët, me protagonist Rachel McAdams dhe Dylan O'Brien. Mirë. Kjo sa i përket edhe sugjerimit për filmin që duhet të shihni këtë javë, ne kemi arritur në fund të Kinotekës. Ju falenderojmë shumë që na ndoshët. Na ndiqni në rrjetet tona sociale, në Instagram, në TikTok na gjeni po ashtu në YouTube, na keni edhe në Spotify dhe siç e themi shpesh, mund na flisni nëse na shihni rrugëve të Tiranës. Faleminderit Egon. Faleminderit Vjolla, faleminderit Aulon dhe shumë suksese. Gjitha faleminderit Aulon. Suksese në veprimtarinë tuaj dhe sa më shumë mbarësi për këtë vit. Faleminderit. Gjithashtu. Miq, ju përshëndesim. Shihemi të mërkurën tjetër.